Tani do t'ju tregoj një sekret që vlen $1.000.000, ose më mirë $10.000.000, ose më mirë vendoseni ju se sa mund të kushtoj ky sekret që do t'ju them sot. Kisha bërë një video para disa kohësh, ishte një video shkurtër, por sot dua t'jem, nuk e kam bërë këtu në këtë kanal, por në Facebook, por sot doja që t'isha më i zgjeruar në këtë diskutim. Kush është rastësisht t'i bëj like faqes që jemi sërish dhe dëgjojeni me kujdes. Faleminderit që jemi për këtu bashkë. Sa vlen jeta e njeriut? Jeta juaj, sa vlen? Më thoni. Ose më mirë, njeriu përse jeton? A jeton që të jetoj mirë dhe gjatë? Sepse jeta jon, ç'është e vërtetë, është shumë e shkurtër. Jeta jon varet nga një fije, si thoshin pleqt e moçëm shqiptar. Sepse ajo fije mund të shkëputet sot. Mirë po, ka disa fije që mund të shtohen përtej asaj fije që ekzistuese. Dhe tani po ju them se si. Thash që para disa kohësh kisha bërë një video, sot dua të jem pak më i gjatë. Është zbuluar në vitin 2008 nga shkencëtarët, është bërë një test i gjatë prej vitesh, por në vitin 2008 u zbulua që ekziston një gjen, e dini që ekziston të ky gjen, por brenda këtij gjeni ndodhin disa fakte të çuditshme. Gjeni quhet FOXO3. Ky gjen, pra që gjendet në secilin prej nesh, përcakton se sa do të jetojë njeriu. Po. Pra, përveç telomerëve që kemi folur edhe her pas here, sepse janë telomerët ata që kur shkurtohen, dal nga dal bëjnë vdekjen e qelizave. Por përpara se të arritej telomerët, pra sinjali nga ora biologjike, tregohet që zbulimi tregon që ky gjen është shkaktari i orës biologjike, që tregon se kur do të iki ky njeri. Dhe pak njerëz modifikohet, në pak njerëz modifikohet që gjatë jetës tyre, duke u modifikuar, e bën që ai njeri të jetojë më gjatë. E keni parë që dikush jeton edhe deri 100 vite, disa tjerë edhe 50 vjet. Para disa viteve unë kisha lexuar për sklavin e fundit. Një sklav që ishte nga Amerika Latine, dhe sepse duhet dini që edhe në Amerika Latine ishte sklever, dhe ai sklav aty jetoi 103, ishte akoma gjallë, ende gjallë kur i kanë bërë intervistën, 103 vjeç. Pra një që jetoi pa asgjë rrugëve, me vështirësi të mëdha, me vuajtje, jetoi tej viteve 100. Sepse secili prej nesh, siç ja u thash, ka këtë gjenin që përcakton ose modifikon jetën e njeriut. Por duhet të dini që edhe nëse nuk e përcakton në disa njerëz, ju jeni në gjendje që ta modifikoni, sepse gjatë viteve, edhe në moshat vjetra, s'ka rëndësi edhe t'jesh i jetën, ti mund ta modifikosh atë gjen. Pra modifikohet cikli biologjik. Po, dhe e dini se si? Me agjerimin intermitens, pra me agjerimin e pjesshëm. Ç'është ky? Pra nga këtu fillon ka dhe shkaqe tjera, po ky është shkaku kryesor. Shkaku kryesor është i agjerimit. Pra ti nëse bën një agjerim 18 orësh, pra nga momenti pasi përfundon drekën, ha mirë mëngjes, ha mirë dhe drekën, dhe pastaj pasi përfundon dhe drekën, ti nuk ha më deri ditën tjetër në mëngjes. Dhe ky quhet intermitent sepse ti e bën një pjesë, pastaj edhe ditën tjetër e bën, i jep trupit dhe pastaj nuk jep më, jep trupit dhe pastaj nuk jep më. Është njësoj si ai truku i orizit që u kam treguar, kush e mban mend. Pra ti kur jep trupit njerë jep 150 gram, pastaj prap 150 gram, pastaj nuk jep prap, pastaj i jep sërish, trupi thot tani të ruhem, mund thot se mos nuk më jep më, ky dhe mbaj këto kalorit. E njëjta gjë ndodh edhe në këtë rast. Pra ti, në qoftë se ti bën këtë intermitencën, pra këtë agjerimin e shkurtër, me faza, nuk diskutohet jo tërë jetën, por me faza, ti e modifikon këtë gjen, sepse ai duke u modifikuar ky gjen, modifikon tërë qelizat e trupit, pra tërë orën biologjike të trupit ton. Dhe përveç se do të jetoni më gjatë, por do të jetoni më mirë dhe pa probleme. Pra ky është truku që kanë zbuluar në vitin 2008 dhe që nuk bëhet publik.
Pse duhet ta bëjmë publik? Do t'ju them pse nuk bëhet publik. Shpeshherë nuk jam shumë i zgjatur në këto gjëra, për shumë arsye, okay? Për shumë arsye, por sot, siç ju thash, do të zgjarohem më pak sepse ja vlen, sepse dua të mirën tuaj. Dua që secili të jetë mirë, të jetë edhe familja e tij të jetë mirë. Atëherë, e bëjnë për një qëllim, sepse në qoftë se keni vënë re, pensionet, pra viti i pensioneve, po shtohet gjithmonë më shumë. Pra, deri kur para disa viteve ishte deri në 50 vjeç ti punoje dhe pastaj merre pensionin, nga 50 shkoi 52, pastaj 55, pastaj shkoi 57, pastaj shkoi 60. Kur shkoi 60 pensioni, që nga mosha 60 vjeç e tutje ti mund të punoje etj, u bë një lëmsh i madh, një rrëmujë e madhe në gjithë botën, se ndodhi gjithandej, dhe e mbajtën për një farë kohe. Pastaj e filluan ta shtonin prapë, bën 62, tani e kanë bërë 65. Bile kanë vendosur që ta bëjnë 70 vjeç. Sepse gjoja, njeriu jeton më gjatë, budallallëqe. Pse e them këtë? Sepse njeriu jeton, punon 40 vjet, 30 apo 40 vjet, kur shkon në pension, ai do që ta jetoj pensionin e tij dhe të jetoj sa më gjatë. Por nuk mundet, sepse ajo është ora biologjike. Dhe pastaj, për shtetin, është vetëm dëm. Apo jo? Ju dëmtoni shtetin nëse keni pension të gjatë. Pra ti kur ke dalë në pension, duhet të vdesësh me njëherë, pas një viti, 2 vjetësh, 3 vjetësh. Se ndryshe, kushton shumë. E kuptuat apo jo? Kështu që ndaj e rritin pensionin këta. E çuan pensionin, do e çojnë pensionin 100 vjeç. Është turp i madh. Njeriu jeton shumë pak në krahasim, ka raste që jeton më gjatë, por unë kam fakte që ju tregoj që më përpara jetonin gjatë ashtu si dhe sot. Ka disa sot, sepse janë të kujdesshëm dhe jetojnë më gjatë, por pjesa dërmuese nuk janë të kujdesshëm. Han vjamra sa të duash, han pislëqe sa të duash, ushqimet janë të modifikuara dhe ato rëndojnë qelizat tona dhe na kushtojnë jetën ndër vite. Por njëkohësisht luan rol të rëndësishëm uji, që është pjesa dërmuese, 70% të trupit është uji, etj. Pra ka shumë faktor, por ndër këto faktor ka edhe njerëz që jetojnë më gjatë se janë më të kujdesshëm. Por kjo varet jo vetëm nga kjo, por varet edhe nga ADN-ja, varet edhe nga ai që ju thash më përpara, nga shumë faktor, por edhe nga faktori që ka shumë njerëz tani që e kanë kuptuar dhe han pak. Pas moshës 40-45 vjeç kanë filluar që janë pak. Unë për shembull kam ngrënë gjithmonë shumë tër jetën. Tani e kam reduktuar, po sado që ta reduktoj është mësuar trupi dhe unë mundohem, por shpeshherë kur bëj agjërimin jam i detyruar sepse i vë vetes për kushtim dhe pastaj e bëj agjërimin. Por agjërimi ka atë që ju thash, që me anë të agjërimit ai gjen, pra FOXO3 rigjeneron qelizat dhe e rindërton orën biologjike duke na bërë që të jetojmë më mirë. Pra, ndërkohë na bën që të jetojmë më mirë dhe ndoshta edhe më gjatë, sepse këto janë rezultatet e nxjerra nga studimet që janë bërë. E përsëris edhe një herë, këto janë, po të shkoni ta kërkoni FOXO3, do ta gjeni që është një gjen etj, por vetëm disa shkrime të vogla këtu e aty. Askush nuk ja u thot këtë. Sepse nuk do vi njeri që ty trokas të shkose, po të bëni këtë ju jetoni më gjatë dhe më mirë. Sepse nuk i duhet kujt. Kujt i duhet? I duhet shteti që ti të pagosh vetëm të marrësh dhe mos pagosh taksat, sepse ti pas moshës 65, kur fillon dhe ti merr pensionin, ti vetëm i merr shtetit. Për shtetin ti je një dëm. Kështu që pse duhet të jetosh më gjatë? Pra, këto janë sekrete që duhet t'i zbulojmë ne. Ndaj dhe unë ja u fal ato që di unë. Ma i sa di. Kështu që kush është tu rastësisht, si që thashtë i bëj like faqes, shpërndajeni këto informacione që të gjithë, pres komente tuaja, çfarë mendimi keni për këtë, dhe a bëni agjërim dhe sa kohë bëni agjërim. Ka disa që bëjnë agjërim gjatë gjithë ditës, për shembull në besimin islam, dhe në darkë pastaj hanë sa shqyen. Nuk ka vlerë. Me një fjalë, është e rëndësishme që ti ta bësh agjërimin, po ta bash atë ritëm deri në një farë momenti. Paktën disa, ose për shembull, bëj agjërim një ditor, një ditë, mos asgjë. Mund të pish ujë, s'ka problem, por
mos hazje, provoje, nga mëgjesi në mëgjes. Është e thjesht, do shikoni që nuk do keni më uri ditën tjetër. E kam bërë me qindra herë dhe po ja u them, kjo është e vërteta. Megjithatë është për të mirën tuaj, sepse përveç se mban trupin, jeni më të lehtë, me fiskultur, por shton edhe energjinë e trupit. Po, provojeni, jeni më energjik. Unë ja u thash, kështu që pres komentet tuaja, ju përqafoj natën e mirë.